Komisioni Evropian ka miratuar një skemë ndihme shtetërore prej 3.1 miliard euro për Spanjën për të mbështetur prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me efikasitet të lartë, me qëllim uljen e emetimeve të gazeve serë. Mbështetja do të mbulojë projekte të reja ose të rinovuara në masë të madhe të centraleve të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë CHP, që përdorin gaz natyror, biolëngje, biogaz dhe biomasë të ngurtë. Projektet e gazit natyror duhet të përfshijnë pajisje që mundësojnë përdorimin e të paktën 10% të hidrogjenit të rinovueshëm në vëllim për të shmangur vazhdimin e varësisë nga karburantet fosile. Bashkimi Evropian ka objektiva aktual për të ulur emetimet neto të gazrave serë me të paktën 55% deri në vitin 2030 dhe për të arritur neutralitetin klimatik deri në vitin 2050 dhe po bën presion në një shkallë më të gjerë për të ulur konsumin përfundimtar të energjisë për të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike. Skema spanjolle do të zgjasë 10 vjet dhe do të jetë e hapur për operatorët e instalimeve CHP që plotësojnë për kufizimin e bashkëprodhimit me efikasitet të lartë sipas direktivës së Bashkimit Evropian për eficiencën e energjisë, tha Komisioni në një deklaratë. Komisioni shtoi se ndihma do të jepet si një premium shpërblimi për të kompensuar investimet në vënien në funksion të CHP-ve, si dhe për kostot operative të llogaritura dhe të përditësuara çdo trimujor.